Dhe jemi ende dashur bashk. 16-18 shkon shumë shpejt, kur kemi ka shumë informacione, ka shumë mysafir, ka shumë materiale, temat mira, bisedat këndshme, prej të cilave mësojmë shumë, kështu që është me të vërtet shumë kënaqësi me mësu prej burimeve të sigurta që i lansojmë çdo të diel me fytyra të cilët kanë studiuar e vepruar, e mësuar shumë për ata se çka thonë dhe janë burime të sigurta. E një prej burimeve tona të sigurta e të besueshme me sy mshel që i besojmë është Albulena Shabani Lazi, nutricionistja jonë, që çdo herë është e gatshme këtu me na mësu receta të shishme të shpejta. Mirë se erdhe Len. Edhe të shnetshme, mos harroj me të këtu. Tre shojat e mia për Lenën, kështu që Lena i përkufizon më së miri ato. Gjithmonë e gatshme me gjetë diçka që është gjendet lehtë në treg, që se thirrim Lenën me thonë ti ma shkrujtë që ato, po nëse gjeta. Dhe me thonë, këtë arsye, as të Lena, as kërkon s'mundimi me po. Ndirën e por krejt qëtoj gjej market. Edhe në ato marketet e mahalës. Po, fix, edhe në ato marketet e mahalës. Përdej sa për gjejmë në marketin të ofër, kështu që pa problem që në cili market e gjejmë. Kemi me bo një recet, mu i mi thonë anti-inflamatore, kundër dhimbjes kronike është fjala. Kjo recet rekomandohet për persona që kanë probleme reumatizmale ose dhimbjet kockave dhe të nyjeve. Nuk e zaventson ilaçin ose analgetikun, po është diçka që nëse marrim kontinuitet, afat tash sezona e shoh realisht unë mundona çdo herë kërkesën e pacientit dhe ato nevojat që janë për momentin mi kompenzu dhe sa do pak më ndihmu në aspektin e ushqimit. Këtë periudhë kam pas shumë persona që kanë probleme me reum, me osteoartrit, me artrit reumatoid, me kryesisht smundjet autoimune, edhe në këtë rast kjo ndikon tepër mirë, të pas parasysh të përbërësit i kemi krejt që janë anti-inflamator, antioksidant, që ngrisin imunitetin edhe që i ndihmojnë për me ullë inflamacionin në trup. Edhe dim që në momentin që na ullet inflamacionin në trup, zhvillimi i çdo smundje dhe çdo simptome shkon në mënyrë sa më të ngadalshme, gradualisht edhe largohet komplet. E kemi shafronin indian, që do më thënë si substancë aktive ka kurkuminën, e cila njihet si anti-inflamator. Do më thënë baza e shafronit indian është kurkumina, e cila njihet si anti-inflamator shumë i fuqishëm. Gjithashtu është edhe antikancerogen, është, do më thënë, për me ngrit imunitetin, për me rigjeneru qelizat, është më thonë ideal. Gjithashtu përmban edhe mineralet që janë shumë të rëndësishme si magnezi, kalciumi. Pastaj për mu përthith 100% në organizëm, mu sigurë kemi thonë disa herë dhe tash për përsëritim është biberi i zi. Forma biberi i zi në këtë formë është më e mirë, se ndikon më shumë, këtë rast na kemi me blu, dhe një prej farave që ka, përveç të ndyra shëndetshme, po që ka sasi shumë të lartë kalciumit që në këtë rast të personat me probleme reumatizmale ose problemet me kocka, i duhet shumë kalciumi edhe i ndynat e shëndetshme, atër është susami. Farat e susamit kanë sasi shumë të lartë kalciumit dhe në këtë rast na kemi me përdorën këtë recet, dhe limoni për me rrit gjithashtu efektin e krejt përbërësve, po të njëjtën kohë dhe me marrë sasinë e vitamine C që me ngrit edhe imunitetin. Nëse sot dhe gjejmë veten të pas lodhje, plagështi, mundim, shumicën e raste pacientat ja lojnë fajin kohës, ndrej koha, uftof koha, tash një lodhe erdhjeshta. Jo, edhe reumen, edhe lodhjen, edhe plagështin janë kryesisht si faktor e mineraleve dhe baza e krejt lodhjes duhet mas pari mu lumtu vitamina D. Këtë rast, lodhja, plagështia që përcjellet edhe me muskoj, edhe me probleme, edhe me lodhje psikologjike, edhe fizike, është si pasoj edhe mungesës magnezit. Këtë bunë këtë dy mungesa bashk, kjo kalon diçka ma kronike edhe ma e madhe. Dhe më thënë, mos të habitemi, nëse sot kemi lodhje plagështi, mundem për shkak të kohës, mos ja lojmë fajin vjeshtës ose kohës. Është problemi të mungesa shumicën e rasteve fjala e magnezit edhe vitaminës D3. Kryesisht vitaminës D3 patjetër me po në bazë të analiza po magnezi muj me marrë edhe pa matje. Edhe pse nuk del vlera magnezit e tha edhe ma herët zonja e tenet e cilën e patëm. Mundë me marrë, se sidomos gjatë dimrit muskujt në dy raste kanë shumë nevojë për magnez. Në ato raste që je shumë aktiv, bën aktivitet fizik sforcume që kanë patjetër nevojë doza
doza pak më të larta edhe në ato raste që nuk ki aktivitet fizik. Këtë rast aktiviteti është pak më i ulët për shkak që ka ndru koha dhe kemi hi më shumë brenda. Kështu që mos hupim kohë, vazhdojmë me recetën. Ti mundesh me fillu me përgatit recetën Lene, ndërkohë këta si e rekomandon me përdor çdo ditë? Një herë ditë, një lugë gjelles. Preferuat esull nëse nuk i qesi mjalt, po nëse i qesi mjalt, atër duhet me marrë gjatë ditës. 3 muaj pa ndërpret të persona që kanë probleme me reum. Në vjesht është fjala? Një herë vjetë, ose 2 herë vjetë. Pra më vjesht, se zakonisht problemet reumatizmale janë pak më të ndishme ndryshim të kohës. Do më thanë 3 muaj, një herë në ditë. Një lugë në ditë? Një lugë po, një lugë gjela në ditë. Me shtu, me uj, me qumsht, me qka do që i përshtatët të koncentrume, ose edhe të poshtë si loj sirupi. E kemi shtu një lugë gjela susam, përshtojmë një lugë të mesme biber të zi, që të kom qitë pak ma shumë, edhe një lugë gjele o shafran, shafranin më sta qesim të se na hu. Këto i blujmë bashkë, që me konë sa më... Njefta, no? Në këto kemi vetëm susamin edhe biberin e zi. Që kjo sasi që përbën për një 5-6 ditë bëna, po? Më vare, që se 2 po, një lukë. Nga një lukë. Me që deri me pak më herët folëm edhe për suplemente të cilat i marim në farmaci, nëse e përdorim këtë sasi të recetës që po rekomandon te për 3 muaj. A duhet në qatë qasë kohë me i ndalë, për shembull vitaminën C, magnezin? Jo, absolut, asë janë. Sepse kjo është vetëm natyrale. Kjo është vetëm mbështetje, llogarit që përmerr vetëm përmes ushqimit. E kupton për shembull ato që realisht një problem reumatizmal ose një inflamator, një inflamacion në trup ndodh për shkak që diçka po mungon atë. E kupton, ka mungu deri tash, kështu që kjo është një mbështetje, po. Si ruhet kjo receta Len, si mund ta ruajmë për disa ditë? Si zakonisht, qysh për shembull në shishe qelçi, edhe ruajmë frigorifer deri në 3 ditë. Kjo është arsyeja pse e buna më pak, për shkak që po më preferohet më rujt frigorifer edhe me përdor brenda 3 dite. Çfarë shije ka për herë të parë, prej që sa punojmë bashkë, nuk po më vjen me provu. S'është për ty, nuk po më vjen me provu. S'është për ty, Sokja. E tash na peshtojmë edhe mjaltën, se nëse e provon Saranda mos ja prishim shijen. Është një lugë mjaltë, do të me pas shumë kujdes, se zakonisht probleme reumatizmale kanë edhe ata që janë me diabet, do të me pas kujdes me mjaltën, kuptohet me qitë sasi ma pak, ose edhe heq në shtatë, nëse ka mundësi, po. Kjo sasia duket pak më, po, nuk është shumë e langshme kështë? Jo, nuk është shumë e langshme, ta është një lukë kështë, realisht unë e propozaj për dikan që pëtën me pregadit shpesh, munden me ngri edhe në ato kockat po më nëjtë të ujit, me ngrim në fres, ngrirje të thellë realisht, edhe me përdor për shanë një kock, një lugë me qitë prej kësoj, me përdor me shtu në uj. Ose për shanë muj me bo ujnë me limon, ose në qaj, a munde me edhe në qaj, po. Për shkak që shafroni uj me qana dhe i vakt bën, për shkak që shafroni i rritë vlerat edhe ma shumë në temperaturë ma të lartë. Ndërkohë kjo sasi që e vendosa unë me një lugë, goten munden me mush ujë sa të dojnë, po, s'ka problem, për sasin e ujit nuk ka problem. Kjo duhet mire 3 muaj pa ndërprej, në rast që dëshirojmë të ndihmojmë pak komplet organizmin tonë. Të personat që kanë problem përgjithësi për smundjet autoimune, edhe hormonet din me rregullu shumë mirë, për shembull personat që kanë probleme me hormone, të personat diabetik është mirë me shtu edhe kanil, edhe ufull molle organike, ndikon edhe me rregullu, domethënë nivelin e insulinës në gjak. Po kuptohet aty me pas kujdes që mos me shtu mjaltën. Mos me shtu mjaltën. Nuk është edhe shja keqe. Po, se ma mundë fjallën. Prej asoj qa e pash, nuk mund të ke edhe shumë dëshire madhe për me provu, po jo, nuk ka e keqe. Munden me filtru, pasi që bojnë me ujë, nëse veç që pengojnë susami edhe sasia biberit, po janë 2 elemente shumë të rëndësishme që duhet pa tjetër me shtu të pija. Po, nashta gota e bukur asdi, po e mirë po më vjen. U gëzove të qëtash. U gëzove, gjithë lena më gëzove. Po ku mos më gëzove len këtë kuzhinë ka është mirë. Hajtë kalzon të. Faktikisht, na jemi shumë të gëzu prej se që kemi bu kuzhinën e mja o. Pa tjetër. Edhe kuptohet prej se që na kanë ndriqu perdet
Visari Home. Për ata të cilët dojnë edhe kanë kurreshtje, këtë kuzhinë ka shtë bukur, që Lena e ka vizatu fillimisht kokën e vetë, pasaj mu me një kimik që me nëzja ku marrë vesh i din, e pasaj me nëzja me arkitektën e kemi vendosë, dhe Lena ka thënë, po kjo është ajo kuzhina që dune për me tregu recetat e mia dhe këshillat e mia. Ja ka kuptu vetëm Mia Home. Mos harroni Mia Home e gjeni në rrjetet sociale, në TikTok, Instagram, Facebook. Showroomin e tyne e keni në Drenas dhe në Komaran, aty ku mundeni me shku me i pa të gjitha mobilet, kuzhinat, e çdo gjë tjetër që ata krijojnë dhe pa tjetër që importin e kanë jo vetëm në vend, por edhe jashtë vendit, dhe janë shumë të shpejt sa i përket kërkesave dhe implementimit të asaj kërkese. Unë e kam thënë disa herë që kuzhina është ardhur disa ditë para kohës marrëveshjes sonë, do me thonë e kanë kryu ma shpejt se sa jemi marrëvesh, dhe ka ardhur saktësisht ashtu si që kemi porositur. Mia Home, përveç që janë korrekt në punë e profesional, janë korrekt edhe në anën njerëzore, sepse nuk janë të si ata mjeshtrit, po qese po vi, qese po vi, e që zvinë ashta me javë, këta kanë ardhur në kokë, kështu që faleminderit shumë për korreksin Mia Home, dhe pa tjetër që e tha dhe Lena, perdet tona të bardha, të bukura, e që i kanë dhënë frym familjare, e frym mikpritse, ka ditë me i përzgjedh vetëm Visari Home. Për neve ka qenë shumë e vështirë që të pihin, jastëkat, perdet me i përzgjedh, madje kemi pas dilemen mes 2-3 të pijave, por që Visari Home me stafin e tyne që na kanë rekomandu me ata se çka na shkon neve, e kanë përzgjedh të pijen ideal për studion ton, jastëkat ideal për studion ton, edhe perdet ma të bukura që i kanë shku studios ton, e që Lena ka qenë më lumtëra në fund, edhe unë pa dyshim, kur Lena është e lumtër, unë jam shumë e lumtër. Faktikisht Visari Home para 5 viteve e kom zbukuru edhe panisën teme, kështu që me Visari jam edhe të shtëpia, me Visari Home jam edhe këtë të studia. Kështu që për e di që të energji që përqan këto e përqan edhe të shtëpia, ljoma ta të shtëpis. Lenë, faleminderit shumë që na sjell edhe energji pozitive përveç recetat mira. Me knatësi. Për ndryshe për herë të parë Lenë punina ma në kena se ti. Lena ka njës vetëm me utrashka pa nga gjitha one. 5 mushë, e? Po. Sa shpejt, ka marrë koha kur kime mungu në studio, po shpesoj që s'na mungan shumë tani. Nuk mungu e masja. Gjena zhidje. Okej, e marim bebën këto. Okej, dashur miq, kaq kishim për sot. Ju mos harroni me qëndru me televizionin Kanal 10 me materialet ndryshme që kolegët tanë kanë përgatit. E neve na gjeni në të gjitha rrjetet sociale me emrin Familja Jon. Kudo në YouTube, në Facebook, në Instagram, në TikTok, në portalin Familja Jon, e kudo tjetër, e Lenën e gjeni në faqet e saj me Lenën. Mirëmbëjtje.